ruajmë traditën. Por nëse shkojmë tek ashpërsia e krimit, se ku e kemi lejuar të instalohet krimi, për ta zhdukur një familje, sepse ndoshta rëndon me paralelizmat e një krimi që ndodhur 2 apo 3 vite më parë, ndodhë edhe kjo. Por nuk përjashtohet mundësia, sepse unë nuk e thash pa qëllim, atë shprehje në fillim të analizës së këtij problemi, që të jetuarit në bllokun e vilave ka risk, sepse kemi familje biznesmenësh të fuqishëm. Po më thua që kushdo që jeton kemi dhe familje kriminalësh të fuqishëm. Me rrezikun që dikush mund ta ngatrojë për target. Kemi dhe grupet strukturar kriminale që kanë 1, 2, 3 apo 4 familje, që një familje kanë të rregulluar në Turqi, një e kanë në bllokun e vilave në Lundër, një tjetër mund ta kenë në një vend tjetër, edhe kjo nuk përjashtohet. Ka dhe ca dhëna se policia, me sa di unë, ka dhe një pistë tjetër. Që është? Që ka të bëjë me objektin ku është qelluar. E ka policia dhe këtë pistë, për të cilën nëse do ishte targeti ai automjet. Shiko, unë uroj në radh të kurohen dhe të shërohen të 4 plagosurit. Kjo është shumë e rëndësishme, sidomos të dalë nga rreziku dhe të shërohet 11 vjeçari, sepse është personi më i pafajshëm. Edhe më rënd. Ato gjithë pafajshëm janë. Tek ai varianti traditës, domethënë ç'është ky grup i strukturuar kriminal, policia që qëllon një fëmijë në mos brenda traditës, nuk qëllon të ekzekutojë një grua nëse ka qenë Policia e shtetit ka dhe një pistë që edhe mund të jenë objekt sulmi ata që janë plagosur. Për arsyet dhe motivet do t'i shohim në ditën vazhdim. Pra në kuadrin e dyshimeve të arsyeshme, të lidhjes, të fenomeneve, të tregut, të zonave të influencës, mund të jesh edhe objekt sulmi, sepse të jetosh komshi me armikun, të jetosh komshi me grupin e strukturar kriminal, të jesh në një zonë ku vetëm polici nuk ka strukturë, se këtu diku më poshtë kemi stacion policie, post policie, po nuk janë eficiente. Të jetosh në një zonë, mos harrojmë, sot aktualisht drejtues policie, të struktura policisë, udhëheqësi politik i Lezhës i kanë shtabin elektoral. Subjektët të botës krimit, madje subjektët SPAK-ut janë shtabin elektoral të Partisë Socialiste në Lezhë. Subjektët të krimit organizuar, subjektët të SPAK-ut janë në grupet e drejtimit fushatës Partisë Socialiste në Tiranë. Subjektët të SPAK-ut janë në shtabet elektorale të Partisë Socialiste në Fier. Mos harroni, incidenti, të lutem, mbajeni mend këtë që po ju them. Të lutem, fiksojeni mirë këtë që po ju them. Ngjarja e ndodhur 2-3 ditë përpara me oficerët e BK-s në Fier. Përplasja, po. Nuk është e rastësishme. Do të kthjellohemi. Unë kam thënë disa ditë përpara që SPAK-u dhe BK-ja i kanë ngrit dronët mbi shtabet elektorale të disa subjekteve për shkak të implikimit të subjekteve të SPAK-ut në shtabet elektorale të disa partive politike. Dhe normalisht, aksidentalisht apo me qëllime të caktuara mund të jetë prishur disa rregulla. Edhe po më thua që ngjarja e Lundrës mund të ketë lidhje me fushatën elektorale? Jo. Them këtë që policia e shtetit duke lejuar subjektet e veta të krimit, subjektet e SPAK-ut të krimit, që të notojnë në shtabet elektorale të subjekteve politike, sidomos të partisë në pushtet, është shumë e rëndë sepse nuk mund të ketë një herazi edhe policë dhe oficerë në shtab elektoral, edhe policë dhe oficerë në kontroll territorit, për parandalimin e krimit. Do të më thua që janë me fushat, ata që duhet të parandalojnë krimit. Jo, nuk janë me fushat, janë të angazhuar në mënyrë permanente Nuk kanë ndonjë ngjarje të rënda, nuk kanë ndonjë vetëm kohë fushate. Është diçka që duhet parë në themel. Megjithëse në fushatë elektorale çdo ngjarje do të lidhet domosdoshmërisht me politikën. Jemi të rrezikuar dhe duke përjashtuar zgjedhjet, duke përjashtuar politikën. Me këtë që thot zoti Prem, që thot zoti Hajdar Mata, që i kemi kaq afër, këta njerëz që kanë histori kaq të komplikuare, përmendi pak Demaj pak më përpara që histori të vjetra me Brillant Martinaj, me Ervis Martinaj, domethënë duket sikur këto hasmëri nuk mbarojnë kurrë pavarësisht se njerëzit po zhduken, po vdesin. Roan Brahimaj ka dështuar të paktën